Ky 15 pikë që do sjell do thotë një rezultat marrëmendse të shkëlqyeshëm në këtë 10 muaj qeverisje, por tek e fundit, sikur të mos zgjasë 10 muaj, duhet domosdoshmërisht që para popullit të keni element me akoma se din ta bëjnë shumë mirë gjithë subjektet politike, të hedhin që themi neve pluhur syve që dëgjoj u bllokuam, me bëm një lëvizje për të mirën e shtetit dhe tek e fundit siç po shifet në ajër dhe në sipërfaqe është që ke qëllimi është me shkuar në zgjedhjet e jashtëzakonshme. Dhe kjo fazë transicioni apo një trampolin për të kaluar nga ky ngërç me 2 kam balë që kanë ngel gjitha subjektet politike, do ishte çdo zgjedhje, çdo propozim, ai LDK-s, ai kudo qoftë tjetër, vetëm sa ta kalojnë, sepse nuk shkohet në pafundësinë në momentum të tillë. Në aspektin juridik, jam politologe po dhe juristi gjithashtu, është e vërtetë që sado që është krijimi një komisioni, në këtë rast ata që po shkelin më shumë janë subjektet e ish opozitare, sepse partia e parë po voton, do thotë, përdor të drejtën e votës, dhe në këtë rast mos votimi fare, do thotë, mund të jenë kundër mbase, logjikisht mund të kalojë edhe ky proces, i pari ishte, do thotë, a japin apo jepni drejtë vetëvendosjes kur po thonë që ish opozita, ose opozita, po e thotë vetëvendosja, janë bllokuesit. Jo, nuk them që ish opozita është bllokuesit në këtë proces të votimit. Në votim, po... Në këtë proces të votimit, le ta përdorin të drejtën e votës ose abstenim ose kundër. Në momentin që votojnë, më nuk duhet hidhet prapë në votim një gjë e tillë, sepse është kryesi proces. Kemi kaq pro, kaq kundër, kaq abstenime, dhe nuk besoj provë që duhet në vazhdimsi të hidhet prapë ideja në çdo 48 orë të krijohet ky komision, se mori fund. Ky komision nuk e kaloi, do të thotë votimin edhe në rregull është. Vërtet këtu nuk ka logjik. Jo, po do të ndrojnë votimin. Profa Shumire ka shpjeguar në mbaj me një emision kur thotë që ka të drejtë edhe me votim të fshet. Do të thotë kushtetuta e lejon edhe votimin e fshet. Por gjithmonë në koordinim me parti tjera. Duhet të nisë në fillim të procesit. Po, këtu ka një pastaj po. Unë e kuptoj tash ish partitë opozitare të cilat thonë që... S'kan konsenzus, pajtuar me orë. S'kan konsenzus, nuk po më pëlqen votimi msheft, përfundon ky cikël, sepse tek e fundit të ecin përpara, derisa jam e bindur, sado që vërtet do të thotë ligjet, normat mund të jenë shumë strikte të cilat drejtojnë edhe aspektin institucional, por shpesh mund të jetë ajo interpretimi logjik që shpesh quhet në juridik, që po e le këtë shtizën që the që si po dujnë, po e interpretojnë e po vendosin, por do vini momentum visok, kur do mbështeten mbas murit dhe më nuk kanë 48 orë, nuk ka më komisione, sepse do shterën të gjitha mundësit. Qa do i bëj të mbështeten për... Leti kalojnë tash, në qoftë se ky komision u kalon, që nuk duan ta kalojnë, kanë drejt pa ish part... Votoj kundër, ose absteno. Mos shko të rjesh, do më thonë vetëm si figurë, si ullëse, do më brenda parlamentit, edhe mos e krysh procesin për të cilën ti... Pse po shkon atë? Pse po shkon? Hajde ta pyesim një gjë. Pse po shkojnë deputetët e partisë tjera, PDK, LDK, AK, e nisma, e kush do që? Pse po shkojnë? Jo, ata e din, që ku tu gabu subjekti parë? Subjekti parë që nga fillimi e deri tani të bën një gabim trashanek.